arkivat e shtetit këtë, Beqir Balluku shkon, Beqir Balluku, ti George Clooney rri. Beqir Balluku shkon në ambasadën sovjetike dhe i thot, në qoftë se nuk kthehet Enver Hoxha, unë do ju arrestoj dhe do ju pushkatoj, besnik deri në fund. Dhe kur erdhi Enver Hoxha, i ken arkiv shtetit, dhe kur erdhi Enver Hoxha, e mori Beqirin e arrestoi. Mos bëj të njëjtin gabim si gjyshi jot. Mos bëj të njëjtin gabim si gjyshi jot, zonja Balluku. Dhe gjithashtu, mos harro një gjë, dhe kërkoj në arkiv të shtetit fjalimet më të egra kundër Beqir Ballukut i ka bërë Spiro Koleka, daja i shefit tënd. Dhe ylli që ra Beqir Balluku solli dhe ylli në ngritje, një yll të jashtëzakonshëm që kishin urdhër partia ta nxirrnin në kramin e xhmie në çdo fotografi, dhe ky ishte Kristaq Rama. Mos bë të njëjtin gabim, se do të përfundosh po njësoj. Se keni fjalën për të bërë histori dhe biografinë e tjerëve, dakor? Nuk është fjala për biografi, nuk lejohet të përdoren emrat edhe personalitetet tjerë urdhro, jo, nuk lejohet. Je duke shkelur rregulloren, je duke dalë jashtë kodit të etikës, nuk lejohet. Ndryshe sepse është drejta ime të mos lejoj askënd të shkel rregulloren. Kështu që nëse doni të vazhdoni 30 sekondat e mbetura pa përmendur emra dhe pa ofenduar dhe pa fyer. Të përfundoj 30 sekonda në mikrofon. Tani, e kuptoj që e keni problem shumë të vërtetën, por është e pashmangshme. Ju zotrin që të gjithë keni një problem madhor me moralin. Ju zotrin keni problem madhor me moralin partin tuaj, po mbi të gjitha me qytetarët se çfarë bëni me njëri tjetrin, siç thot kryetari i partisë tuaj, hëngshit kokat e njëri tjetrit. Por me qytetarët, popullit më të varfër të Europës, 50 milion euro për aferat korruptive të Edi Ramës nuk mund të ndodhi kurrë. Dhe ju, të gjithë, në qoftë se nuk i referoheni fakteve dhe historisë, të gjithë do të bashkoheni te këto pranga. Njësoj si shumë kolegë tuaj. Prandaj po ju them, zgjoni sa së zhvon, se si Qiku Erjoni e Beqja e tjetri do t'ju çojë gjithëve për shpëtu kokën e vet. Po luftoni që të mbushit xhepat ky, se këto janë aferat e këtij njeriu. Se ndryshe kishit shkuar ju, kishte shkuar ti ta ulan takim. Pse shkoi Edi Rama? Se është Edi Rama.